Në futboll nuk ka tradhtar, ka vetëm kontrata më të mira. Këta pra e lojtar futbolli. Nuk të vjen pak inat? Jo. Angela Nika, përshëndetje. Përshëndetje ti. U binde që futbolli është i bukur? Jo. Pas kemi gjithë të përbashkët bashkë. Jemi të dy me Real. Jemi kundra Barcelonës. Ajo është pejtë me Këllë vetë. emisionin. Vazhdo. Ma preku Ta pak turat e përbarës aty. Futbolli për meshkuj. Më fal pak, mirëpafshim, nuk mund të flas me ty. Dhe kush e thot mirëpafshin kombëtarës? Tani Hysan do ta shes edhe ca do ta lën stol. Miq të Andale Sport, ja ku jemi në episodin e fundit për këtë vit. Të fundit studio. Kemi patur rekorde të thyera, kemi patur rekorde të reja, kemi patur gola nga lojtarë shqiptarë, paraqitje të mira dhe jo të mira, por do të komentojmë të gjitha. Dua ta filloj pak me këto rekorde se unë kam pak pikë dobët rekordet. Ha njerë. Ronaldo. Ikën 2 rekorde u fshin. Nuk u fshin. Kujdes. Mbappé dhe Haaland janë rekordmerët të rinj. Jo, nuk u fshin, u barazuan në fakt. Po ta fillojmë me rekordin e Mbappé. Me që ti edhe me Real Madridin. Faleminderit shumë iku im, faleminderit. Mbappéja në fakt me golin që realizoi ndaj Sevilles me 11 metrash arriti të barazonte rekordin e Cristiano Ronaldos që me Realin Madridit për një vit kalendarik, pra nga 1 janari deri më 31 dhjetor, kishte shënuar 59 gola, të njëjtën gjë arriti të bënte sezonin e parë të tij me fanellën e Realit, Kylian Mbappé. Më fal, Ronaldo më shumë gole me Realin ka 59? 59 në një sezon, në një vit kalendarik. Imagjino Messi ka 90 për një sezon futbolli. O, 90. Po mirë më Dhe tako. ne po i krahasojmë këta të dy. Nëse vazhdo po. Çfarë do të them më shumë iku im? Ti sa e vlerëson të arritet Mbappé si një tifoz kundërshtar që je? Jo, nuk kam çfarë them. Mbappéja është shumë lojtar i mirë, po thoja. Po. Por unë nuk dua të jetë kaq i mirë përballë Barcelonës, ama dua shumë që ky lojtar të arrijë potencialin e vet se është një gjë e bukur për të parë futboll. Pyetja është, a u priste kjo gjë nga Mbappéja? Pra, pritej që ky lojtar të merrte Realin kaq për dorë sa të bënte 59 gola në një vit. Me fillimin që bëri te Dhe që Reali. sezonin e parë. Me fillimin që bëri te Reali nuk e prita. Do të thënë mendova që Mbappé nuk po përshtatet dot te Real Madridi. Por me fillimin që ka këtë vit është komplet e kundërta, madje mund të them që është lojtari më në formë nga gjithë lojtarët që janë futboll. Zgjohet festonte si Cristiano Ronaldo. Tani, se kjo është interesante se shumë e komentonin rrjet që kur kishte mundësi të bëte festimin e tij, që njihet festimi i tij, pra në një gol kaq të rëndësishëm, zgjohet bënte festimin e idhullit të tij. Tregoi respekt, shtesë për Ronaldon apo? Jo, respekt është. Ai ka pranuar gjithjetën që ka qenë idhulli vet Ronaldo, dhe madje kam parë bërë një postim edhe në Instagram kur e hodhi këtë, edhe tha besoni të këndrat tuaja, respekt i madh për Cristiano. Dhe mbrapa ka dhe një koment. Mos rria që lumtur se nuk po tregon në histori dashurie. I komentoi Mreti, pra i komentoi Mreti. Cristiano vet pra atë raportin e vet miqësor. Ato emoji me durë shu dhe i flak. Qa figurë është Ronaldo vlla, nuk do komentoj çdo tak që i bën dynjaja. Mos komenton se kur rri shkruan rroba që marrim në emision, ç'a bën pra. Nuk i ka shkruajt. Kur rri kërkon numrin për tavolina, ç'a. Mos sa bëj tani legjendari. Dole nga tema miku im, dole nga tema. Edhe Haaland ka barazuar një tjetër rekord, 2 rekorde për Ronaldo në këtë fundjavë. Regjia që se di çfarë ndodh. 148 gola, por Haalandi, ndryshe nga ajo që më the ti, i ka arritur golat në vetëm 169 ndeshje. Ndryshe nga Ronaldo që në Premier League arriti këto gola për 233 ndeshje. Pa mirë më taj. Vlla, se e pash të postime Mos të dze. Bëj jo se do me Mos të komentu. dze. Ronaldo çfarë pozicioni ka luajtur te United? O miku im i dashur. Me sfushore avancum. Po, pra me sfushori krau djathtë ka nis Ronaldo. Okej, i avancum ka qenë. Me sfushori krau djathtë. Por mos të thënë që ka dalë dhe winger në vitin. Ronaldo e ka nis me sfushor. Mos krahasoj tani Ronaldon me Haalandin, që Haalandi atë detyrë ka. Haalandit i thon, Haalandit i thuhet rrike zona vlla dhe pritohet te De Bruyne. Jo, më fal, Ronaldo Premier League te United duhet të jetë një nga primet e vet, ha? Sigurisht më po, e mori kulmin në tjetër aspekt. Çfarë aspekt? Ronaldo kishte në skuadër Wayne Rooneyn, kishte në skuadër Carlos Tevez, kishte në skuadër Nanin, kurse 10 lojtarët të City punojnë për Haalandin, De Bruyne topa për Haalandin i fuste. Por nuk ka lajme kaq mira tek ekipi me fanellat e bardha, tek Real Madridi nuk ka lajme kaq mira sepse kemi prap patëm fitore, por kemi një përplasje me atë që gjithmonë bën probleme dhe kush tjetër Vini Junior. Ma shpjego prap ti se je me Reali, nuk kam dëshirë flasë duke të. Shpjegimi është që ky është budalleps. Çka ka ndodhur? Ndeshjet me Sevillën, ky u fshëlloi kur doli nga fusha, apo jo. Edhe kishin kapur te kamerat kur komentonte mas 1 minutë lojë që erdhën ai vet ka thënë që unë tani u futa. Ai tha çfarë duhet bëj, ky është aksioni i parë i ndeshjes, drejt që ta marrë u drejtua Viniciusi stolit rezerv.
Por që Viniciusi do t'i thrasë pak mendjes, sepse fshëllimat nuk është se I vinë atit për një aksion që ai humbi. Fshëllimat vinë për historikun që ai ka bërë këtë sezon, pra po shija pak statistikat, Viniciusi ka thjesht 13 gola këtë sezon, me një mesatari për 1 goli në çdo muaj. Si më nuk janë pak 1 gol në muaj? Nuk janë pak, problemi është te forma që ka bërë, por rastet që ka humbur janë, unë kam parë, Realin nuk kam shumë qejf. Viniciusi vlla është ja vetvetes, sikur nuk mori topin e art, është zhduk komplet. Ka një teori që thotë që Viniciusi po ta merrte topin e art atë vit, tani do ishte me 2 topa të art. Nga ana morale. Kështu me teoritë kemi thënë shpesh herë, ka një teori. Jo, Viniciusi tha do bëj 10 herë më shumë, tha, që ta marr topin e art, tha, por ai e folura me të bër. Ai nuk e tha ku do bëj 10 herë më shumë, mund të bënte 10 herë më shumë në klabe. 10 herë më shumë. Jo, pra, e folura me të bër, I ndani malitor thot popullion. Do sa dhe ka bërë fjalën. Ai tha do bëj 10 herë më shumë, do asnjë gjë sa bën fushën e lojës. Unë vërtet nuk e shoh Real Madridin shpesh luaj, po kur e shikoj ndonjëherë kur qellon që shikoj, kam parë që ky njeriu humbet çdo ndeshje të paktën 2 apo 3 gola sigurt. Dhe del përballë me portierin, e çon jashtë, nuk e di çfarë bën aty, ja e portierit goditje ballore. Pra, janë ca veprime që nuk e ka parë Vinin te viti I parë apo I dytë, nuk e ka parë kështu. Tani nuk e di çka ka ndodhur me këtë lojtar. Dhe ana morale që thua topi art, nuk mendoj që ndikon edhe kur ti del përballë portierit, mendon topin art dhe çon jashtë. Jo, më nuk po them që që nga periudhë iku. Dhe është problem, është lojtar problematik shumë, zihet me çdo kundërshtar të mundshëm. Krijon tension me skuadrën. Kur ta thoja unë, në kohën që Vini ishte mirë. Dhe thoya që ky është lojtar provokativ, thoya jo. Kur është tifozie. Nëse dëgjoj. Tifozie edhe poshtë lojtarin tënd, kur thoya që Vini është lojtar provokativ, më thoya jo. Tani që Vini është keq, hajde ta hedhim baltë. Ku është lapsi se hota? Barove? Ti e di shumë mirë që ai ka qenë provokativ më shumë atëherë. Tani është më pak, tani që është keq me formën në fushë, jo, dhe provokativ që. Barove? Tani kur lojtari të shënon 2 gola për ndeshje, 1 gol për ndeshje, ti thua ka Allah ti provokoi. Jo, nuk e ka. Si ishte Ronaldo. S'mos ka qenë Ronaldo kështu. Si ky ka qenë, por Ronaldo bote golin. Si thoshte do të dëgjoj. Ronaldo zitet me të gjithë burr. Fair play. Le tash brapa kur ti shkon ku fair play më? Ama mos sa bë futbolli kështu si të gjithë. Duhemi të gjithë dhe jemi thjesht rival në fushë. Vini ka bërë futbolli ka luftë ose 3. Ka bërë çështjen la Liga. Ka bërë çështjen la Liga. Kalojmë tek lajmet e mira. Armando Broja rigjen golin. Gjeti që formën. Jo. Por në një spektakël fush. Jo. Vlla, unë pretendoj që ky lojtar tani të më luaj prapë ndeshën tjetër, të bëj prapë golun me Burnley, dhe të fikasi prapë me Burnley. A ke parë ndeshën tjetër? Jo. Çfarë do që thua? Po ta shohim prapë, por ky goli nuk është asgjë. To dua të them. O zotëri, ky goli është shumë gjë për një njeri që është bllokuar nga ana psikologjike, ka dy vjet pa shënuar. Po ja më shënoj me Jordanin. Ore me klubet. Po mi më shënoj me Jordanin e gjeti golin. Goli vlen shumë për atë dhe vetë e pohon që vlen. Ti si pret ta gjej formën Broja, shënoj 10 gola për një ndeshje, po kështu para pasapi. Jo, unë dua të ketë vazhdimsinë ky lojtar. Patjetër, Broja mund të vi ty në mars mund të vi me 10 gola shënuar Premier League, çfarë do thuash ti? Jo, unë dua shumë që ky ta gjej formën. Po kështu do gjej pasapi. Por mbetet për tu para do e bëj dot. Dhe kjo është pikpyetja ime më e madhe. Është një hap I mirë. Është një hap I mirë. Po goli sigurisht. Patjetër pra. Po a do vazhdoj dot? Kjo mbetet për tu parë miku im. Ka luan 90 minuta. Ka 2 ndeshje luan 90 minuta. Okej, dakord, po. Që po gjen golin, tregon që ky po shkon në hap atë. Golin me kokë gjeti. Gola me kokë mund të gjejnë gjithë në një rrethant caktuar. Futu ti madh bëj golin me kokë. Për shpirt do I thë Burnley të paguaj ty 1 milion euro në vit të marrin ty. 1 milion euro në vit? Ik mbyllë këtë marrëveshje që tani. Realisht ja budallë. Ja budallë që tani. Paguaj 16 milion euro janë budallë komplet. Pra ata nuk din çfarë bëjnë. Tani Shogrova nuk e di apo apo jo ndeshën, pati komente edhe të mira edhe të këqija për faktin se gaboi pak te goli që pësoi Juvia. Kështu që I ul pak ajo nota në fund ndeshje. Dhe vetë trajneri Spalletti pati ca kritika në fund. Zhegrova nuk di si të mbrohet, nuk di kur të sulmoj kundërshtarin apo kur të bëjë një ndërhyrje. Unë këtë mendim nga pas për Zhegrovën gjithmonë. Që nuk di të mbrohet. Unë mendoj që Zhegrova është ai talent, është ai lojtari që të bën spektakël në fushë, por nuk I është në dobi të skuadrës kurrë. Pra Zhegrova do të marrë topin krahun e djathtë, do të bëjë një 2-3 finte që nuk e çojnë skuadrën pothuajse askund. Dhe edhe Spalletti thotë vetë që nuk di të mbrojë. Është si Viniciusi për momentin. Kujdes ose bëni meme si Viniciusi jo kështu si lartësi lojtari. Dhe edhe diçka se ka minatin që nga era e kaluar me ato tekat e tepërta e mori Juventusi me aeroplan privat Zhegrovën mas përfaqësinë me Kosovën. Po. Kush I ha këto rrena më burr? Dhe rastësisht u gjen një gazetar për t'i bërë video. Wow, avioni privat për Zhegrovën. Pa I ka to I bë vetë Zhegrova për të marrë vëmendje më burr se janë dallavere më burr.
Si që ekipe si Juvja. e mori Juve Zegrovën, titullar Zegrova. Po mirë se po luan me Gramshën e Po nuk është titullar Zegrova për Juve që çoj Juve avion privat për Zegrovën e burr. Ato janë kot dëmble kot të lloj trajtimi ja bën çdo lloj lojtari. Pra kur ai shkon dhe ka nevojë për rikuperim, është i lodhur, ta çon dhe avioni privat. Dhe këtë gjë e bën edhe me lojtarët e tjerë dhe me ata që luajnë në Turqi, dhe me lojtarët që luajnë në shtete të tjera. Çon avion privat pas ndeshje i merr. Po edhe u gjen gazetari rastësisht. Zegrova po hypën në avion. Për këtë fundvit 5 teori cilët janë komentuar më shumë në përrjet. Trajnerët janë më të rëndësishëm nga lojtarët. Zero me Xhufk. As i ka shanset. Nuk ka trajnerë më të rëndësishëm nga lojtarët. Ja ku ke rastin e Realit. Jo, unë mendoj që kjo është e vërtet. Është e vërtet? Patjetër që po. Dy pyetje për ty me që është e Po, vërtet. jepi. Pyetja e parë. Pse Alonso përfol për të largu direkt nga Mos Real? i merr shumë konkret. Po, shumë konkret pas Hajde, si të jepi, bëj bisedën. Pse Alonso u përfol për të larguar nga Reali direkt kur pati probleme me Viniciusin dhe për shkuar në ekipin tënd të zemrës? Si ka qenë rregulli kryesor i Flik? Kush vonohet në stërvitje nuk hyn titullar. Patjetër. Jamali u vonua një herë dhe e futi prap titullar? Po apo jo? Po sa është lojtari më i rëndësishëm. Pra? Flikun e mori Barcelona në një periudhë shumë të keqe dhe rregullat që vuri Fliku bën që Barcelona të ringrihej prap vitin e Po kaluar. shite ka kjo më zotri. Kjo do të thotë që trajneri bën ekipin. Raste konkrete, Por rast konkrete lojtarët po- kanë dalë si për trajnerit. Jo, ky është një rast konkret që Fliku i vuri këto rregulla, të cilët ndoshta Jamali më para vonoi 7 herë, tani kur vonohet një herë bëhet çështje dhe është merit e trajnerit që ta çon ekipin në atë nivel që lojtarët fillojnë luajnë më mirë. Po kur Jurgen Klopp formoi Dortmundin, që e formoi ai me duart e veta, a nuk është shembull që trajneri mund ta bëjë një ekip? Po kur Ranieri shpalli Leicesterin kampion, nuk është shembull që trajneri mund ta bëjë një ekip? Ore, çet biletën fiton lojtari o kampionatin. shok. Ti dhe unë paguaj me pa Jamalin fush, paguaj me pa Mbappén. Po patjetër. Por a trajneri në Po nuk ti vuri ky rregull ty këtë do shohësh ti. O zotri, trajnerit nuk i thuhet do trajneri me dash, nuk e u do stol Jamalin ose Vinicius. Ma, Prit. Nuk po them që publiku blen xhaketën e trajnerit se fanellat e lojtarit do blej marketingun, Po pra, sponsorat i dhe bën për këtë lojtari. arsye, Por trajnerët rëndësia është rëndësia për klubin po them. Ore, pesha trajneri nuk ka aq pesh, fjala trajneri nuk ka aq pesh sepse i nderuar. Trajneri nuk ul do këdo. Nuk e ul do të stol Jamalin, nuk e ul do të stol Mbappén, sepse për Mbappén mund t'i uli vjen hundën. 80.000 Mund t'i uli tifoz. hundën. Nuk ja ul do të hundën. Ja ul hundën Se ul do pra. Siç i bën që nuk vonohet do stërvitje. Siç i bën që Dembele u largua nga Barcelona për këtë shkak. Po thon se ul dot. Nuk Po luajti. Dembele s'ka luajtur një vit e gjysmë më Po burr. nuk luajti për çështje etike. Ore, pra, që lojtar nuk i futen, ul do. vinte Po në lej me stërvitje. Fliku Jamali e ka futi, Jamali shkoi me vonesë në stërvitje dhe prapë Dembele u futi. largua nga Barcelona për këtë Po arsye. lej Dembele është dëmtuar Po në pse 7 tani vite. çfarë bëni tuti marrë të viti le? Po Dembele është dëmtuar në 7 vite, nuk ishte skuadër fare. Në futboll nuk ka tradhtar, ka vetëm kontrata më të mira. Unë them që nuk është e vërtetë kjo teoria, për mua ka tradhtar. Pse? Sepse ti, vlla, skuadrën e zemrës e merr që kur je 2 vjeç, 3 vjeç, 4 vjeç me babën duke pa futboll. Kupton? Dhe ti me ato do i rish tërkohës. Unë e kuptoj që puna është punë dhe leku është lek, por ti i ke disa norma që nuk i shkel dot. Do të bëj Pra, nëse ti po të morë rastin unë tani, merren në Shqipëri i Dibatha. Lu dhe me Partizanin, i bë gol Tiranës, pustën e Partizanit. Pastaj lu me Tiranën, i bë gol Partizanit, pustën e Tiranës. Ku është digniteti? do të bëj një kundër teori për këtë që the. Lojtari sa ka karrierën e vet? 20 vite. Jo, nuk e ka 20, se nuk para shkon gjithaj. 10 vite. 10 deri 15 vjeç I ka lojtari të 15 futbollit. vite. Dhe për 10-15 vjet karrierë, ky njeri duhet marrë gjithë përfitimet për jetën e vet. Se e dim shumë mirë që lojtarët kur lën futbollin, Po flasim për Shqipëri apo për jashtë? me që morë shembull Shqipëri, po të rinë Shqipëri. Okej, që janë me një pag diku te 5.000 euro në muaj. Theksoj të paga se Patjetër. se mos këto rrobat që luajnë për Jo, bukën e jo, gojës, po, aq. Se marrin rroga të mira. Dakor? Mesatari duhet të jetë diku aty. 5.000 euro, 6.000 euro. Po, i kanë për rrogat- deklaruar, pa deklaruar, paguajnë tjetër muhabet ky, po. Paguhen mirë. Ta lojtarë që kanë një karrierë futbolli 10 vjet, 12 vjet. I kanë. Ky njeri duhet të përfitojë për 10 vjet gjithë shpenzimet që do ketë gjithë jetën e tij. Ose Se jo. ndodh, Ose jo. zakonisht. Kush ka lënë futbollin vazhdo persone të tjera, se Do çfarë që kush e le futbollin, nuk di të bëjmë asgjë tjetër në jetë. Te klubi shkon një ofertë nga një ekip tjetër. Dhe ti nuk po luan mirë. Ekipi e ka të drejtën të heqë ty. Pra të cilëson ty me një lojtar që mund të blesh me para. Po. Kur ti mund shkosh në një klub tjetër, nuk e ke drejtën të shohësh anën monetare dhe jo klubin që po të ofron. Më thuj ku të marrosh. Tani pra, pyetja ishte kjo. Po përgjigjem me pyetje. Ha. Ti në moshën 12 vjeçare bie në dashuri me një gocë. Po. Prit. Që e do dhe të do. Patjetër. Të trajton Po mirë. futbolli është shembull tjetër komplet. Jo, dashuria Po, ka mos të dyja. bëj nga ata i thonë Dashuria futbolli, janë, dashuria janë jo, juve. dashuria janë të dy. Tani ti thua do të mendoj për të ardhmen. Nëse ti je me këtë gocën për 10 vite dhe pa pritur mbasi ditë të bukur vjen një gru milionere. Ti thua do mendoj për karrierën time ose s'kam gjën tjetër do ikim atë se është milionere? Nuk ka lidhje. Apo do thosh un dua këtë mor vlla, me bukë kryp, më mirë me ma, ty po. dhe fukara, është dashuri, Po pastaj patjetër mos e profesion. vjen ekipi që luan, por nesër
Kjo nuk është shembulli që do shkoj e dashura do I thua shpirt nuk jetë të dua logjikë është, vlla. më dhe të le pa lek. Po jetë Nuk është kjo logjikë teoria, është teoria që ky lojtari që ka luajtur me një filan ekip, Po. e kërkon ekipi kundërshtar, ka gjithë të drejtën të shkojë te ekipi nëse ndjen shkojë te ekipi, se ne mendojmë që çdo lojtar Çalhanoğlu nuk e ka detyrim të dashurohet me Milanin. Çalhanoğlu mund dashurohet edhe me Interin, se ndoshta nuk e ndjen fanellën e Milanit. Ndoshta për atë është një ekip që thjesht kalon aty dhe e sheh si profesion, kaloi nga një televizion A te B-ja. Çfarë ti thaj me tradhti? Po. Pse? Sepse je një ekip zemre. Nuk e ndjen. Çfarë të tha? Nuk e ndjen fanellën. Çfarë të tha? Nuk Se e ndjen ndjen. fanellën tjetër gjë. Po pra, Tjetër se gjë do ta kjo. quajmë ne tradhti. Por tradhti është. Kur ti çfarë? shkon, Për çfarë quhen tradhti kur ai nuk e ndjen fanellën e ekipit që po luan? kur të ndjen fanellën vazhdoni, bëni çfarë doni. Si ta Elvisina në podcast para ca javësh. Mamen. Po të mashtroj Partizani me Flori tha unë nuk shkoj aty tha. Sepse ka fanellën e vet, ka respektin e vet për fanellën e vet. Mamen çfarë Ora tha po jo? se Sina është Tiranë, është lindur Tiranë dhe e dashuron ekipin. Ta pra e lojtar futbolli. Ky që vjen nga Turqia, pra, këta por lojtar çfarë ka futbolli. detyrim të dashurohet me Milanin kushe? dhe jo me Interin. Jo më, po kur të ndjen fanellën vazhdo të bëj çfarë doje bu. Një yll I madh të kombëtarëve shqiptare Do na në bënte tepër më do na keq. prishte punë. Jo më mirë. Ylli më I madh çfarë respekti? Një lojtar të kesh një Haaland të kombëtarëve shqiptare, që është lojtar absolut. Ta Do kish na Haalandin bënte. te Shqipëria. Do na bënte keq. Do na bënte keq. Do na bënte keq. Sepse lojtarët tanë kanë për vete mendet shkoqë më shumë njëri më mirë se tjetri. Po Të tani gjithë po të marr- tanët Jo, kanë po të hallë marr- bëj gol për vete, për vedi që dalin një foto Instagram Shiko, më shumë. Po ta marr shembull konkret. Haalandi, Dëgjoj vlla. apo Mbappéja ishte te kombëtarja. Pra, lojtari këtij kalibri për top tart. Po pra, tani një sekond. Nëse do kesh lojtar si Haaland ose Mbappé në kombëtare, duhet që 10 tjerët ta kenë të qartë që do punosh për këtë vlla, se ky na Si nxjerr. është Norvegjia që punon për Haalandin. Po, a e bëjnë dot lojtarët tanë këtë gjë të kombëtares? Unë mendoj që jo. Unë mendoj që secili nga këta ka thedrën e vet, duan gjithë bëjnë një gol për vete dhe nuk mendoj që mundet të punojnë dot për një lojtar specifik. Nuk e mendoj shumë, por kam ato dyshimet e mia vetëm për një fragment vogël. Kur Armando Broja filloi të dukej ylli kombëtarëve shqiptare dhe po merrte ata vëmendjen më shumë, u duk pak sikur lojtarët e tjerë u ftohen me Brojën. Sigurisht pra. Ndodhi kjo që po diferencohej pak, kërkoi më shumë media, tifozët donin më shumë dhe lojtarët e tjerë u duk se u ndjen pak, ndoshta edhe pa fajin e tyre, se Se pa fajin e tyre. dikush që luan edhe bën maksimumin e vet fushë dhe ndihet pak I lën veç. Atëherë mos më thonë që luj për fanellën. Më thonë luj për emrin tim. Tani ti po përdor shumë teori që po më lut veta. Po ma ai zdarit. Jo, se shiko. Po pse më dha? Tani, okay, je ti punon punën që bën në një media, je gazetar, ke edhe 10 gazetar tjerë. Po. Kur ti bën punën tënde në maksimum. Dhe thonë Po. që filani është më mirë nga ti. Nuk të vjen pak inat? Jo. Në futboll nuk ekzistojnë vjedhjet. Çdo gjë është e drejtë. Barcelona Chelsea 2009. Real Madridi dhe një fitore Champions League me 3 gola offside në gjysmëfinale. Nuk jo, këtë teori nuk ta vazhdoj fare, se nuk do kthehen prapë aty. Miq, vazhdojmë pak me pjesën tjetër ku do të kemi një të ftuar që do na rregulloj pak humorin se me Manthon nuk I dile dot. Dhe tani dua të vërtetojmë Manthon se futbolli është më I bukur nga ç'mendon mendon ai. Që futbolli është I bukur, unë prandaj zihem me ty se du të bind që t'jesh krahun e bukur të bukurisë futbollit. Po, por shiko, çfarë argumenti do t'ja pun? Angela Nika, përshëndetje. Përshëndetje Stini. U binde që futbolli është I bukur? Jo, e di pse jo, sepse Angela është rasti që vajzat shqiptare janë të bukura. Shumë komplimenti I bukur. Ha? Jemi në rregull bashkë. Me thënë të drejtë, kur erdhe këtu, pa një dy gocët e vila, tha qa është? I thash futbolliste, tha shumë e bukur për çan futbolliste. Ta thonë shpesh këtë, nuk e di, ndalon njëri ti është edhe e bukur dhe të luash futboll, po kështu mendojnë. Po, shumë veta e thonë këtë gjë, por mendoj që sparkatat e mia dhe goditjet me kokë janë më të bukurat dhe bukuria që transmetojnë këmbët e mia dhe dhurojnë spektakël në fushë, mendoj që është gjëja më e bukur që un kam në veten time. E theksoj. Po, e nisëm shumë mirë. E theksoj sparkata sepse është një mbrojtëse. Qendër Jemi mësuar qendër mbrojtëse, jemi mësuar që janë agresiv, ashtu edhe ti agresiv. Po. Kam ego, kam karakter, shpirt gare. Po nuk I pati këto, nuk e çadon që ndërmbrojtje, duhet ta Po. dish këtë gjë. E bukur. Në fakt Angela ti aktivizohesh me Angela. Do më vrasi deri në fund të gjithë Emri im xhirimit. është më i nga emisioni juaj. Ka thënë diku, që mos ta gjejmë të përgjigje edhe këtu, do të mbi të thuash emrin tim. Angela ti aktivizohesh me Teutën. Po. Si ka shkuar sezonin deri tani? Shumë mirë, shumë mirë. Teuta është një ekip I cili është pretendent, një ekip I ri, I hapur tashmë, që vjet nuk ishte edhe shumë mirë, po këtë vit është në katërshë. Edhe fala fermit tënd apo? Kontribut. Po,
është kontribut, kështu që mire the Flori, bravo. Po që jo, vërtet jemi në rrugën e dur, kemi marrë hapa gati të mëdhenj, sepse kemi synimet edhe ato gjërat tona të qarta, dhe shumë suksese për ekipin ton dhe ne do ja dalim, do fitojmë. Objektivin e keni për? Katërshen, për të qenë në Final Four. Ka Final Four dhe futbolli gocave? Po. Nuk e di këtë informacion, pas kanë ndryshuar dhe aty formula. E shef që nuk e ndjek sa duhet futbollin e gocave miku im. Por unë do e ndjek se kam parë diçka shumë virale këtë javë, ka qenë një foto jote pikërisht me fanellën të Teuta, që ka thyer rekord, për momentin duhet jetë 200.000 like tani këtë momente, ndoshta ka kaluar edhe pak. Po vërtet. Çfarë ndodhi? Okej, ti ke shumë foto futbolli, por kjo ka thyer rekord te profili jot. Po vërtet. Por çunat e goca që po në ndjekin, mund ta shohit te profili Angelës atë foto ndërkohë që flasim. Në zemër. Atë koment. Jo, po mbaroi faza e parë e ekipit, edhe vendosa që të jetë disa foto për ta mbyllur fazën me buzëqeshje, ndonse e kisha shkruar edhe në Instagramin tim. Dhe vetëm pas disa orësh shoh që më ishin rritur followersat, kisha marrë shumë like, shumë reposte, shumë share. Dhe thash, jam në rrugën e duhur. Pas e bo pin foto, në? 163.000 like, 52 komente, 2097 reshare, 19.300 shpërndarje. Sa të thëmë miku im, duhet jetë rekord. Cilat janë reagimet, kanë ardhur dhe mesazhe shumë, besoj. Po, shumë mesazhe. Sidomos edhe nga të huaj, po edhe shqiptarët, sepse këta nuk të lejnë pa gjë gjithmonë. Bashkë me komentet e tyre pozitive, negative, por që gjithsesi janë komente të bukura. Ma merr mendje, deri te Cristiano Ronaldo nuk ka shkuar. Jo. Nuk ka shkuar akoma. Do doja që të shkonte, po nuk ka shkuar. Po s'ka problem. Ndonjë lojtar i famshëm ka shkruar? Nga kjo foto të paktën? Nuk flas për to temë. Oho. Më shoh komente. Ta marrësh përgjigje pozitive i bie. Po. Lexoni. Shqiptar apo i huaj? Të dyja bashkë. Është the best combo. Si nuk falen më njëherë këta lojtarë të futbollit. Ça foto shohin aty te fusha futbollit patjetër. Vallai për shpirt kur parë të foto thash ti shkruaj unë tani këtu që jam, po jo më. Kështu që me këtë tavolinë më thonë në telefon. Ke pasur ose me këtë tavolinë. Jo, është diçka që mua fotot e futbollit më shkojnë shumë. Më shumë sa të foto që mund të hedh në një festë, në një ditëlindje, në një rast festiv. Domethënë këto të futbollit dhe jam shumë krenare për këtë pjesë. Që po e marr famën prej futbollit. Po sepse i ka ardhur pak dhe momenti mirë, sepse së fundmi ka shënuar dhe golin e parë me kombëtaren shqiptare të futbollit, pasi luan dhe me kombëtaren ton, që ndërmbrojtës aty. Po, numri 5. Numri 5, pse numri 5 një Miqra Llafi? Nuk e di, unë dua që të krijoj histori me numrin tim. Dua që numri 5 të jetë Angela Nikës në kombëtare, të shënoj gola, të bëj gola, nuk mund të them që dua të shënoj shumë, sepse më shumë dua të kem një paraqitje të mirë në fushë, të bëj krenar veten time në radhë të parë, sepse di shumë mirë që puna është kryesorja. Në radhë të dytë, familjen time që më mbështet edhe kombëtaren që është krenari që të veshësh fanellën kuqezi dhe të luash për kombëtaren shqiptare. Pas kemi një gjë të përbashkët bashkë. Jemi të dy me Realin. Jemi kundra Barcelonës. Ajo është perfekt me vetë. Mbyll emisionin. Jo, miku im, as pak, tani fillon pjesa më e nxehtë e emisionit. Shpesh kam parë komente, apo besoj edhe kur janë nëpër tribuna thon, ajo lojtarja e bukur. Atë vjen pak i natë që cilëson gjithmonë si e bukur edhe ndoshta. Pasë na pa neshën bashk? Kam parë futboll gocash? Jo, pasë na pa neshën bashk që ke qenë. Madho. Don't worry. Atë vjen pak i natë që thon gjithmonë lojtarja e bukur dhe ndoshta nuk shohin më shumë atë paraqitjen tënde në fushë. Okej, kjo është pak thik me dy presa, sepse në fillim fare shohim si një futbolliste e bukur, pra që simbolizon edhe atë qenien femërore. Jo dhe atë pjesën që kjo pas ka një hije mashkullore, shkosi është në fushë si mashkull, por që preferoj që atë pjesën time të aftësisë të mia të teknikës, të luftës sportive ta transmetoj si atë mashkullore, pra të jem në një të njëjtën pozitë, ndërsa pjesa e bukurisë është një plus që shikon një person tjetër që si një figurë publike e bukur. Këto. Angela është në fakt vetëm Angela se më çmende. Po ti do të trosh jemi në fund të vrasë. Angela. Jemi dy kartona të verdh. Jemi dy kartona të verdh. Po, del me të kuq, mirëpafshim. Angela në fakt është vetëm 18 vjeç. Pra shumë herët në fillimin e karrierës së saj, por pse e nisi futbollin dhe ku do ta përfundosh? Deri ku do të shkosh në futbollin? Kjo është një pyetje shumë e bukur. Futbollin e kam nisur në fakt sepse unë e shihja shumë futbollin. Aq më tepër që e kam pasur dhe një imponim nga baba im që ka luajtur dhe ai me Skënderbeun. Pas këtë traditë familjare pra. Po. Të lutem shumë. Çfarë pozicioni? Edhe babi ka qenë e ka nisur sulmues dhe më pas e ka mbyllur në pleqëri, babi më fal, por që në mbrojtës. Realiteti goditi.
se është stil botës, është 45 vjeç, kështu që. Okay. Po që Ja, me Ronaldo akoma titullare. Ta çon në Arabit me Ronaldo. Po them për pjesën e pleqërisë në Po, futboll. e kuptoj. Kështu që Çfarë moshë pak a shumë nisi? në moshën 14 vjeçare, 13-14. Ke dashur gjithmonë mbrojtëse apo edhe ty se babai të transferuan nga sulmi në mbrojtje? Jo, unë e kam dashur vetë këtë pjesën, sepse kam parë këto sparkadat, ashpërsinë, goditjet me kokë, këtë pjesën fizike, domethënë kam qenë shumë e fortë. E ke parë nga kush? Kë ke kështu pikë referimi? Nga trajnerët apo nga Në një lojtar i famshëm. Me që ke vënë re sparkata dhe me lojtar dhe kështu. po Van Dijku, Ramos e këto. Se ta Van Dijkun parin. Mendoj Ma thiu zemrën Mendoj Van ka parë Dijkun parin. Doja të thoshe Ramosi. Kur ke qenë 13 vjeç Okej, Ramosi ka qenë. se Van Ramosi, Dijku. po. Po, pra. Po ku do të Ramosi. shkosh me futbollin? Çfarë do të arrish? Unë dua që të luaj në fusha ndërkombëtare dhe me Realin. Okej, dhe me Barcelonën. Edhe me Barcelona dhe me Real. Jo, dua që të luaj me Barcelonën, sepse kam thënë në shumë po Barcelona. Wow. Okej, dua të luaj me Barcelonën, po jam shumë fan se Realit. Ti je tifoz me Real do të luash në Barcelonën? Po, sepse në nivelin more e vesh. femrave e i shiko pak. Ha. Okej, love you. Po në në nivelin e femrave, Barcelona është më lart. Okej, tani është Okej. realitet, po është i hidhur, jo i hidhur, është realitet. Po nivelin e çunave? O, dëgjoni, mos u lodhni kot. Po e Reali. marrin premtimin tani. Është premtim që do marrim tani. Do luaj me Realin dhe kur ti bëj gol Barcelonës do festoj me Shqiponjën. Është premtim që do japim Po, tani. premtim. Okej. Do Do Florimi, presim ku- do themi çfarë ka do thënë më? për parë tek ne. Çfarë do më shumë? Angela je me Real Madridin apo jo? Po. Dhe me Lamine Yamal lojtar të preferuar. Po. O zoti i Ku madh. që Jam ndrojnë pak këto të dyja? kontradiktore, Zoti e madh. di. Jam kontradiktore, po tani nuk kam çfarë bëj. Edhe akullore dhe Tani çokoladë. si mund të jesh me Realin dhe preferon Yamalin? Shiko pak tani. Që e vogël vërtet Reali ka qenë skuadra ime e zemrës. Dhe është akoma. Ndërsa për shkak të moshës, duke ditur që Yamali është në moshën time 18 vjeç, duke parë edhe me Spanjën me të gjitha. Moshatar. Po, është moshatar dhe është yll bota, është talent i lindur. Kështu që Vazhdo. Ama i ke burma të, Vazhdo. po i ke Jo, burri, vazhdo, i ke çoj Ej, vazhdo. ma preku ta pak durat e zemrën. përbardhës aty ti. A I ke kupton çoj që dhe tifozët e Realit, dhe tifozët e Realit adhurojnë Barcelonën. Nuk e adhura. Jo, nuk e adhurojnë tani, ej. Nuk e adhuron Lamine miku. Yamal. Nuk e adhuron. Tash mos sa fut kot. Ai është bërbarda dhe ka 7 xhuxha të rrotull. Çfarë si Se ka? pëlqeu shumë krahasimi, tani po e mendoj. Yamali është 18 vjeç. Po. Edhe ti je 18 vjeç. Moshatar. Do ta kopjosh pak Yamalin për në fush, jo për karakter se nuk është mirë puna aty. Po, do ta kopjoj, është i vogël, është një talent i lindur, po ecë shumë, mendoj që është në hapat e dur, do ecë shumë më shumë dhe pse jo që t'jem dhe unë në hapat e tij. Tani, hipotetikisht, po t'ishe si Amali aktualisht, me ato lekë që ka ai, do e bëj edhe ti jetën si ai? Pyetje e bukur. Unë ta them burra që po, edhe më keq. Unë po tisha shoferi i autobusit, po shoferi i parë, shoferi që subvencionat të parin. Do kisha bëj jetën 2 herë më keq. Po ti Imagjino. Angela? Po, Po, më pëlqen, është gocë e sinqert, pëlqen. Kalojmë se pak s'po bën ndonjë nam të madh. Ka po e shpëtuar shijo- disa gjëra. pasion jetën. Po e shijon jetën. I freskët është ceremonia e topit të art për Pa. futbollin ton, ku prezente ishte edhe Angela që shkëlqeu tapetin e kuq dhe jo vetëm. Faleminderit. Por unë dua të ndalem në tjetër gjë. Okej. Angela, edhe pse ka pasur sezon shumë të mirë me të utën, nuk e fitove dot çmimin talenti i vitit. Po. Tani, e para, Të pyetjet me Kishe- shpec. u kam vërtet të pyes. Kishe pritshmëri dhe a u zhgënjeve që nuk e more ti topin talenti i vitit? Tani, ceremonia e topit të art është një ceremoni shumë magjike. I bëri qok atje. Jo dua shumë, por Tani, që jam zhgënjyer dhe më kam mbetur hatri, po, sepse unë e meritoj që të jem të talentet e vitit. Sepse kam thënë shumë, si për ekipin tim, ashtu edhe për Ti thua kombëtarët. paktën ti isha nominuar. Po, ti isha nominuar. 10 isha nominuar apo jo? Po, 10 isha. dhe këtë vit nuk nominuan. Po, aq më tepër që bëra edhe një gol me kombëtaren, thash që është edhe kjo golin e sezonit. Dhe Okej. thash që okay, është edhe një Aspekt radhë shumë i plus. mirë, po, një aspekt plus, aq më tepër që kam dalë edhe në emisione të tjera duke promovuar veten, aftësitë e mia, këto. Dhe mendova që okay, këto, do të them përpos kësaj pjesës së emisioneve, unë po flas për veten time në fushë, Në në fushën e patjetër, vlerë nuk patjetër. kam dhënë. Dhe mendova që do isha, pas edhe për ta fituar, po. Unë e di, unë jam dua të bëm çdo ditë versionin më i mirë i vetes time si në fushë ashtu dhe si njeri. Dhe në fushë mendoj që e kam dhënë veten dhe pse jo dhe për të dalë talentja e vitit. Por nuk ishe as e nominuar. Po, E asë folur me njëri, i ke thënë kujt. Ti mendon që Se- ndikoj diçka apo thjesht
Jo, nuk e di. Nuk Ajo po thot vëlla që unë në fush kam bërë gjërat. Patjetër, prandaj nuk e pyet. Po. Ke fol me njëri ku diun qof nga klubi, qoftë ka arsyetuar kush Jo, ose unë pse. nuk preferoj që të flas me njëri, për ata e din shumë mirë sepse unë jam pjesë e kombëtares, jam pjesë e një ekipi, ata ndjeken në çdo rrugë, ne kemi edhe këto step by step që na shohin në çdo ndeshje, kështu që mendoj që pjesa më e bukur është që ata e shohin. Tani pyetja është për topin e artë të çunave dhe talenti i vitit të çunave kanë votuar në dijenin time kapitenët dhe trajnerët. Po. Shu ka qenë dhe për femrave? Po. Pa çka punë brendshme. Që nga po. Kali troj. Pasan bër pa kolegët edhe për ndoshta për xhelozi ose kush ka pas më shumë isi. Gëzuar për Angelën. Gëzuar. Tani unë do kaloj pak te futbolli i çunave, te kombëtarja. Ti e ndjek shumë futbollin apo jo? Sigurisht. Ne kemi profesion plus që është edhe arritje e çunave. Patjetër. Me vërtet Ëndra për botror. Më fal, ndjek edhe kështu jashtë jo kur nuk luan vet? Po, sigurisht, po. Jo, se ka tipologji të ndryshme. Okej. Unë është e drejtë kjo. Sport nuk e ndi çfarë sportin që bëja vet. Kombëtarja e çunave. Jemi në prag të botrorit. Besoj e ke ndjekur gjithë fushatën e kualifikimeve. Sigurisht. Çfarë ka qenë për ty gjë më e bukur në këto eliminatore? Gjëja më e bukur dhe momenti historik është kur ne e mundëm Serbin. Gol i ri Manaj në të njëjtin minutë që e humbi penalltin që unë isha prezidente në stadium, në të njëjtin minutë shënoi dhe super golin. Kështu që proud to be Albania. Po momenti më i keq i këtyre eliminatoreve. Ha një. Kemi pasur vetëm momente të bukura. Faleminderit. Penalltia humbur me Serbin këtu. Shko pak, nuk mund t'i vesh shumë fal. Sepse jam lojtare vet në fushë, ju keni luajtur vet, kështu që është diçka që nuk zgjedh. E do ta bësh apo nuk do ta bësh? Është presion. Ti je lojtar të marrë gjithë atë përgjegjësi mbi supe, do të thotë shumë. Kështu që nuk ndihem as pak keq dhe askush nuk duhet të ndihet keq në lidhje që ai humbi penalltin, është njerëzore. Duke qenë se futbolli në Shqipëri nuk është se ka atë, po themi, përhapje që ka futbolli femrave në Shqipëri. Dhe sapo dhe rastin e ri Mana që ishte presioni penalltis, kur luan vetë në fush, edhe me shoqë keni presion? Sigurisht. Si keni, ë? Po. Unë gjithmonë kam shumë presion. Në çdo lloj ndeshje, mjafton edhe me ndeshjet me karakter më të ulët, si mund të ketë si ekip, unë kam shumë presion, nuk e di. E marr të ndeshjen, do të thënë me seriozitet më të madh, them ua si do luaj tani, çfarë do bëj, sepse kam 6 vite që luaj futboll. Është prapë ajo aq më tepër me kombëtarin shumë. Unë dridhem që në momentin që këndoj himnin. Është emocion në vete. Më i madh patriotik. Po. Tani shumë veta e paragjykojnë futbollin e gocave. Thonë që nuk vlen si futboll, janë ekipe dorta. I urrej, është një gjë që është e pakuptimt. Të thuash që aq më tepër pyetje që ja. Ma të se një nga ata që e mendon. E mori të kuqen, duhet të vaj, të lutem. Jo, ka dalë. Shiko, më vjen keq, unë nuk fola. Po abuzonin mbi mendimet e tij. Ka thënë në episode të tjera ata nxjerrën. Jo, pse? Thjesht flet më shumë se fjalët, po. Por çfarë mendon që është gabim që paragjykojnë futbollin e gocave? Unë mendoj që një person, po them një mashkull që thotë që femrat nuk luajnë futboll ose nuk dinë femrat, vajzat nuk dinë të luajnë futboll, nuk janë për futboll. Futbolli është për meshkuj. Më fal pak, mirëpafshim, nuk mund të flas me ty sepse ti e ke mendime shumë të ulët. Më fal që të ofendoj, por shkon edhe nga erdha. Ore më fal, ai s'po mendoj do ishe e gatshme të dilë duel 1 kundër 1 çuni. Ua, që tani. Se po mendoja pyetjen tjetër se u bë dhe ligji, e ke parasysh. Ne kemi edhe një ndeshje tani të mërkurë me çunat. Me çunat? Po, me çunat, që bëjmë këto misoret, po. Ishte misore. Të Utës? Po, të Utës. Kështu që mos të vi çudi kur të kesh ndonjë kështu në sparka, ndonjë hedhje në ajër, ndonjë nga këto. Jo, do shkoj ta shoh. Edhe unë, por ne pa pjesë ku do e bënin Durrës? Në Durrës. Do ta kurën. Po. Se nuk ka pak nesër pas nesër. Tani si femrat jo vetëm, po edhe ne, po edhe femrat shquhen si një karakter emocional. Po. I ndjesur. Nuk po të pyes për herën e parë, po të pyes për herën e fundit kur ke qarë për futbollin. Qofsh ti vetë në fushë ose qofsh që e ke parë diku? Po, isha tani erën e fundit në grumbullim me kombëtaren dhe ndeshjen e dytë. Ndeshjen e dytë që e kisha kundra Slovakisë. Po. Dëmtohem tek fundi i pjesës të parë dhe dyshosha për një mini frakturë në pjesën e trinës. Po, edhe për ACL-n. Po ndërkohë Po. Pas drejt pra. Është frikshme çukur të dëgjon. Jo, vërtet ishte një dramë shumë e madhe. Dhe aty u ndjeva shumë keq sepse ne po luanim, po bënim një ndeshje shumë të mirë. Ishim në hapa shumë të mirë dhe Slovakia është një ekip që është vërtet ka potencial dhe ka vlera si ekip. Kështu që më thanë që duhet të dilja. Sigurisht që kam thënë që jo, nuk mundem dhe nuk dola. Vazhdova.
Vazhdova sepse i bëra ato testet e gjurit dhe kisha gjurin okay. Pastaj për pjesën e trinës nuk e vrava mendjen shumë sepse thash që është diçka kalimtare. Dhe kur luaj dhe pjesën e dytë, pastaj ishte te minuta e 60, nuk mundesh ato sepse largova edhe një top me trin, aty e bëra më keq dhe aty vetëm kam qarë në fushë dhe kam thënë që si e lashon ekipin e balt. Jo, ti bravo një herë për guximin që vazhdove të luaje. Po. Dhe kam bërë kundra çdo lloj doktoreshe, fizio, trajnere, kam thënë që do ta vazhdoj. Do ta vazhdoj sepse është kombëtarja në fund të ditës. Po nuk që për të kombëtarja të çunave. Me këtë lloj guximi që ti. Futbolli është sakrificë. Mbi të gjitha është sakrificë. Do të kalojmë tani tek një lojë. Do të bëhesh trajner kështu në të ardhmen apo nuk e kem plan akoma? Po, tani ëndra ime më e madhe është që të bëhem futbolliste. Pastaj dhe kjo pjesa e trajnerës, okay. Ti ke 3 lojtarë në menaxhim. Je trajner e këtij ekipi. Tani një lojtar është shet, dikë fut formacion dhe tjetrin e lën stol. Cilën zgjedh ti është në dorën tënde. Un po t'jap 3 emrat e parë. Okay. Ronaldo, Messi dhe Lamine Yamal. Cilin e le titular, cilin e le stol dhe cilin e shet. Në primin e tyre. Për hir të sparkadave, ja, jam mbrojtja të rafishatave, e meriton Ronaldo patjetër formacione. Formacion Ronaldo. Titular. Ke kujdes se ke dy lojtar Barcelonës tani. Po, tani. Me gjithë respektin që kam për Messin tim, them do ta ul në stol. E ndërsa Yamalin do ta shes. Normal. Të lesh, më vjen keq, më vjen shumë keq. Deri tani po thoja, okay, gocat marrin vesh ka futbollin, po të lesh Messi stol, më vjen shumë keq. Ço do Messi titular mi? Si, por çfarë më dash Messi? Të lesh Messi stol dhe Ronaldo titular formacion. vetëm neshë botrori që apo Katari. Të tjerat jo. Më vjen keq gocat marrin vesh ka futbollin, çka nga ky problemi. Se ti e çove një nivel më tek. Vazhdo me 3 emra të Ishte okay? Kë do shesësh, kë do lësh në stol dhe kë do është titular mes Neymarit, Harry Kane dhe Robert Lewandowski. Pak të vështirë, apo trajneri ka këto punë. Dhimbje dhe kokë kanë trajnerët. Po, tani. Kjo është e vështirë. Okay, Lewandowski do ta afrosa titular. Okay. Harry Kane do ta shisja dhe Neymarin do ta ulën stol. Pse Lewandowski titular? Shet Harry Kane? Shitë shumë gola. Me që edhe me Realin, edhe pak me Barcelonën. Pak. De Bruyne, Bellingham dhe Pedri. Bellingham në formacion. Pedri dhe? Dhe De Bruyne. Dhe De Bruyne, po. U tregove pak tifozëve këtu, me thënë drejtën. Po. Tregove pak. Trajneri nuk duhet të jetë tifozëve. Ecim. Mi tash ishte Hoxha. prit. Mi tash ishte Hoxha, Arber Hoxha i bëri edhe pak zborin Bellinghamit, më fal pak, po. Po. Tani ti jemi të debati. Jo, me thënë drejtën. Ti jemi të debati. Jo, s'ka debat. Ka të vërtet Nuk pastaj. ka debat fare. Bellingami me shok me 50% lutën me ne, ma as kishim plan të lushën me ne. Ashi atë jo, shiko pak, se këto s'mund ta thuash ti, Ata se ishin ne kemi bërë një Bellingham, super, ne kemi bërë një super paraqitje. Jo, Bellingami se luaj. Jo, nuk e luaj Bellingham tash. Tani Pedri apo De Bruyne? Pa tash, jo. Kë kemi shit? Thuja tash mendon pa frikë. Okej, po e shesin Pedri. Bravo. Fix thuja pa frikë Që Angela Mekis apo shkakove si trajnere. Jo, ka fol shumë sakt. Okej. Me ikëm të Pedri se keni ndërliku Të kohë. shohim gjithë ato të shërat në TikTok, në Instagram, ua, kjo s'dika nga futbolli, kjo kështu jo shoh. Mund të sfidojnë tek fushë futbolli dhe pastaj ku të mbasin, mund të Tifozë Realit. Luka Modric, Toni Kroos, Bruno Fernandes. Modric i ka ikur mosha, Reali do ta lënë stol. Stol, sigurisht stol. Sigurisht. Kemi Kroos dhe Fernandes. Okej, Fernandes në titular, Kroosin në formacion dhe atë Dhe Fernandesin ta çojmë do tek ta shesin. Hysaj Cana Gjimshiti. Tre lojtarë Okej. legjendar për kombëtarën. Shka, më ne pëlqej shumë Gjimshitin, kështu që Gjimshiti është shumë strong dhe mendoj që është titular, edhe pse Hysaj këto ndeshjet e fundit nuk e di, ka qenë spektakolar. Na ka çudit çik Shumë ndeshje Lordi. mirë, Na ka çudit çik. Ishte Hysaj dhe Cana. Cana. Pa çfat. E vështirë është. Tani Hysaj do ta shes edhe Cana do ta lënë stol. Shumë e guximshëm një kujim që nuk e titular. Unë e prisja Cana titular. Edhe unë do thoya Cana titular, me thënë drejtën. Pa çka se edhe Gjimshiti është një nivel goxha. Jo, shumë dakord, Po. shumë dakord. Nuk po përdor batutën që përdori kryeministri që i thatë kanë zerë në pension Gjimshiti, por E tha Canase? Oh,
Nuk e ke parë ceremonin? Kjo tresha duke sigur është cili është më i bukur, por fakt është më i miri në fushë. Okej. Bajrami, Aslani dhe Hoxha. Bajrami, Aslani dhe Hoxha. Duke marrë shkase dhe kush ka më shumë minuta me kombëtaren, po them për Aslanin titullar. Hoxhën do ta shes. Dhe Bajrami nga Stoli. Po. Dhe pa që e Hoxhën me thënë drejtën. Ramadani Laçi Sheu. Ramadani Laçi. Këmes fushor të doje dhe i vetë kishe para si mbrojtëse. Laçin pëlqen. Okej. Okej, po mbaj Laçin. Laçi titullar. Po. Po nga Stoli kush do vinte? Ramadani apo Sheu? Ramadani. Bukur. Pse s'të ngjit Sheu që do e shesësh? Jo, se nuk më ngjit, se ai shumë i mirë, po nuk e di. Ramadani më tërhiq më shumë. Ramadani. Tani nga kush do gjen golin? Manaj, Broja dhe Uzuni. Kjo do të jetë më e vështira. Më e vështira? Kjo është më e vështira. Ndoshta. Jo, vërtet. Vërtet sepse jo, Broja më pëlqen shumë, edhe pse është gjykuar dhe për atë që nuk ka pasur shumë ndeshje të mira. Po mund të them që ka qenë edhe sezoni i Uzunit dhe më pas edhe Manaj për golin. Që ka bërë mirë këtë vit? Po që shumë mirë, po. A mund t'i mbajmë këta? Ja, Ai është autori. Cili ka titullar? Cili do të titullar? Nuk e di, unë mendoj që jo, unë do mbaj Bron. Broja. Bron. Do mbaj vllai im titullar. Vllai im titullar deri. Nuk e di se gjithmonë e them këtë Bron, Broja. Në rregull je. Po. Titullar Broja. Do të thënë është i vetmi lojtar më i mirë që ka pasur ndonjëherë kombëtarja shqiptare. Okej. Në Stol? Manaj apo Uzuni? Dhe kush e thot mirëpafshin kombëtares? Po pse i ke bërë kështu Kur e ti? ka bërë Edi Reja nuk e bën dot ti? Okej, tashe. Po e shes Manaj. Shet Manaj. Ne jam dakord me Na mendimin. shite një kualifikim. Oh, jo dhe poshtë punë çunave të tjerë. Kualifikoj vetëm Manaj ty. Jo. Të kualifikoj vetëm Manaj. Unë kam thënë që kualifikoj grupi, por ai goli nuk dihet të bëjë apo jo aq mirë Serbi, kështu që. Tani, nëse Okej, po pendojmë pak për Hoxhën tani. Po pendojmë pak. Po më vin gjithë ato deja vu tani. Hoxhën e çojmë në Huazin për ta marrë pranë fundit Sa sezonit. vjen një trajner, imagjino. Tani nëse vuajte me këta tre, ka përshtypjen me to do mendohesh më shumë akoma. Ja, me sigurt çfarë do më bësh. Mos më thuaj për futbollista. Esmeralda Franja, Okej. Megi Doçi dhe Angela Nika. Ah, Kush nis, kush Hajde, tregoj vjen nga vetë. Stoli dhe kush shitet. por vere vetë rolin e trajnerit, nuk je më Angela. Okej. Mendo. Unë vetën time nuk e hedh kur poshtë, kështu që Angela titullare, Bravo. Wow. Shumë në rregull. Megi Doçi në stol dhe Esmeralda për Turqinë. Aq më tepër që po luan edhe mos gabojmë në një ekip nga Turqia, kështu që Mirupafshim Esmeralda. Esmeralda. Këto ishin zgjedhjet e trajnerës më të re që ne shpallëm tek studio Anadoli Sport. Por mos tani më do shani në talent komente, faleminderit. do talent të kthehet edhe një herë te profesioni vet të futbolli. Dhe të falenderojmë që ishe për këtë bisedë këtu me ne. Faleminderit ju. Jeni shumë të mirë. Ándale.